Dhe pastaj në një moment të caktuar pas 25 vjetësh, Arjeta vendosi të vinë në Shqipëri dhe të krijojë një startup për të prodhuar në Shqipëri mjete motorike. E parë me atë shpotinë e realitetit burror shqiptar, e refuzuar në të gjithë dyert e institucioneve ku mund të kishte marrë ndihmë, ajo vendosi që t'i lëri burrat jashtë derës punishtes vetë dhe në punishtet e pranonte vetëm vajza. Dhe kështu lindi një startup Amazonash shqiptare që vendosën të sfidojnë gjithë odën e burrave të sipërmarrjes në këtë vend. Dhe kështu jemi njohur me Arjetën, kur ajo më tregoi ëndrrën që të prodhonte makinën e parë në 100%